94 milion euro është dëmi që e kanë bërë 15 kompanitë që kanë lidhje me familjen Kërmzov nga Strumica. Në hetim janë përfshirë edhe 23 persona fizik, mes të cilëve 4 kontabilistë dhe 8 inspektor nga Drejtoria e Ardhurave Publike. Kanë lidhur marrëveshje fiktive për blerje dhe shitje të pronës së patundshme, i cili as pak nuk ka qenë në pronësi të kompanisë që e ka shitur. Hapësira të njëjta i kanë shitur disa herë mes vete me çmime enorme. 1 metër katror ka lëviz nga 4.000 deri në 20.000 euro. Konsignime dhe shkatrim i rejshëm i makinerisë ndërtimore. Pastaj kompania e cila blen patundshmërinë përmes Drejtorisë të Ardhurave Publike kërkon kthim të tatimit të vlerës së shtuar nga shteti dhe në këtë mënyrë kanë arkëtuar 30 milion euro. Me kthimin e marrë kanë paraqitur aftësi kreditore, kanë marrë kredi, kanë paguar këste, kanë ndërtuar ndërtesa. Është e vështirë që të detektohet mënyra e operimit dhe lidhshmëria, për shkak se kanë përdorur dokumente të rrejshme. Gërmon dhe nuk ka fund. Kështu u shpreh kryeprokurori Lupço Kocevski në brifing me gazetarët, duke theksuar se kjo lëndë është një nga më të vëllimshmet. Jemi të fokusuar në rastet ku është bërë dëm më të madh. Hetimi përfshin periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2024 dhe prokuroria paralajmëron se mund të zgjerohet. Gjithçka që është në pronësi të kompanive të mbretërit jo formal të tekstilit është ngrirë, ndërsa për momentin nuk dihet nëse do të mjaftojë për ta mbuluar dëmin.